Sport në Radio Emanuel. Sport në radion tuaj. Vjen për ju çdo javë. Me emocionet e Skënderbeut të këtij sezoni. Në këtë vit jubilar. Me emisionin sportiv, ne vim për ju me të tjera transmetime. Atje ku luan Skënderbeu historisë. Frekuencat 93.2 FM, 95.7 FM, 103.7 FM dhe 106.7 FM, sjellin për të gjithë. Lojën e Top Këmbës në të vetmen radio që ndjek Skënderbeun hap pas hapi, duke besuar se Skënderbeu do të rikthehet atje ku ka qenë. Na ndiqni. Ne pran jush. Dhe ju me ne. Ky është emisioni kësaj jave. Na ndiqni. Ky është emisioni sportiv I kësaj jave. Miqtë mi të dashur, jemi rikthyer në pjesën e dytë të programit Buzëqeshit ditës, siç e kam prezantuar edhe në minutat më herët. Jemi duke ja dedikuar këtë puntat javës së martesës, një lëvizje e cila ndodh nga data 7 deri në 14 shkurt në shumë vende të botës, por është duke ndodhur prej disa vitesh edhe në Shqipëri. Pra është një javë e veçantë, edhe të tillë janë edhe të ftuarit e mi sot. Jam së bashku tani në studio me Luciana dhe Taj Tartalia. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Përshëndetje. Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi t'ju kem së bashku në studio. Siç e thash edhe pak më parë, është javë e veçantë, kështu që kisha nevojë për një bisedë të veçantë, kështu jam e sigurt biseda jon do të jetë shumë frymëzuese edhe e sinqert duke ju njohur pak si çift. Shpresojmë, kjo është dëshira jon që dhe me këtë intervistin familjarë që po bëjmë së bashku këtë bisedë të ndërojmë Perëndinë me shembull e martesën që ne kemi. Jam e sigurt që po. Por Lysë dhe Taj, ta nisim pak që nga fillimi. Mund të na tregoni pak si u njohët edhe cili ishte ai momenti kur e kuptuat se po, ky është personi me të cilin unë dua që të ndërtoj jetën. Se kjo është një nga pyetjet që edhe ato çiftet e reja bëjnë më shumë, po. Apo kur janë në një kohë njohje thonë, po si ta kuptoj unë që ky është personi I duhur. Po. Për ju si ishte, si e kuptuat? For what? Are you saying for the first question? Yes. Yeah. Do you want to go first or you want me to go? No, you're more romantic. Okay. Ta është më romantik, kam qef kur flet. Okay, po ndaj mendjen kush do flasë. And you're going to translate for me or no? Okay. Yeah, so we met here in Albania. U takuam këtu në Shqipëri, in Pogradec. Në Pogradec. I was coming on a 1-month short trip just to serve in the church. Ta erdhi për një udhëtim si misionar vetëm për një muaj, për një kohë të shkurtër. And I was at a birthday party. Dhe ishte ftuar në një ditëlindje. And this beautiful girl entered the party. She came late. Papritmas një vajzë e bukur hyri në festa, ishte me vonesë, and truly that night I found her very beautiful. I was attracted to her. Dhe patjetër që ditën e parë pra më duk tërheqëse. But the way that she was interacting with others and with children was something that really drew me to her more than her beauty. Por mënyra se si ndërvepronte me të tjerë dhe me fëmijët ishte ajo që më troqe më shumë për bukurinë e saj. And it was a weird thing. I'd never done this before. I went home and I prayed to God for her. Ndoshta mund të tingëllojë pak e çuditshme, nuk e kam bërë kur ndonjëherë këtë gjë, por kur shkova në shtëpi atë natë, jam lutur Perëndis për atë. And I just said, God, I know it's weird. I just shook her hand, that's all. Dhe thash, Perëndi, dëgjoj, e di që duket si e çuditshme, thjesht I dhash dorën, si je. But I feel like maybe this is my wife. Por ndihem sikur kjo do të jetë gruaja ime. So I just said, God, if she's my wife, we live far apart, make it clear quickly or make it unclear quickly. Ne I thash, Zot, nëse do të gruaja ime, të lutem bëj të qartë sa më shpejt sepse jetojmë dhe larg njëri tjetrit, kështu që kam nevojë ta di. And our relationship went very fast after that. Edhe pas kësaj marrëdhënia jonë u forcua shumë shpejt. But I'll say the moment that I knew she was the one, for sure. Por momentin që ta e dinte që po, un jam personi që do martoj. We had taken a day trip to Greece between camps in the summer. Po bënim një udhtim ditor të dy midis kohës së kampeve në Behar. And someone broke into the car and stole my passport. Dhe dikush na kishte vjedhur në makinë, kishte çar xhamin e makinës e na kishte vjedhur pasaportat. Pasaportën e Tajt, se ti me ne kishin lënë. Shqiptare ne kishin lënë. Nuk I duaj. So we had to take a trip all the way to Athens to get a new passport. Ne shkonim deri në Athinë për të marrë një pasaportë tjetër, se nuk binim dot në Shqipëri. But we had kohë së bashku, domethënë. Më shumë time bashku, together. Po. Do të ftonim brenda ditës dhe të ktheheshim sërish. But we didn't bring very much money. Edhe nuk kishim si shumë lekë. And we went to drink a coffee. Shkon pinim një kafe. And later I said, "Man, I'm really
really hungry and thirsty. Dhe më vonë taj po thoshte, ma hajt bukë. And Lucy opened her purse and she had taken the water bottle from the coffee shop and all the cookies that they gave us at the coffee shop. Dhe unë paprituna sap çantën edhe kisha marrë ujë dhe biskota që na kishin dhënë në lokali ku ishim ulur. And it might sound silly, but Ndoshta tingëllon qesharake. that was the moment I knew this is my wife, this is the mother of my children. Por ky ishte momenti që për Tajin ishte si kjo është gruaja ose mamaja e fëmijëve të mi. And I stopped and I told her, I'm going to marry you. Ndalova dhe madje më ndaloi dhe tha, dëgjoj Luciana, ndalo pak, unë dua të martohem me ty. And then very like, Një Lucy, moment, yeah, dua të di si unë ndjeve Lucy në ato momente, Unë, kur më kur tha dikush të unë- thotë kaq papritur, dua të martohem, O, e do di jesh çfarë i thash, unë i thash, "Okej, po duhet më propozosh ndryshe." po. Edhe ikëm. Yeah. Më duk, domethënë patjetër kështu nga momenti, një gjë e bukur, por të njëjtën kohë shikoja sytë e Tajit. Ndërsa për mua ishte, unë jam lutur gjithmonë Jona, në momentin që kuptova që kisha dëshirën për të martuar, para se të martosha, para se të njeh Tajin, unë lutesha për personin që Zoti do të më sillte në jetë, kurdo që të ishte. Dhe lutja ime ishte Zot, të lutem shumë, qoftë ky në vullnetin tënd që personi që do të jetë për mua, të doj ty së pari, të doj Shqipërinë. Sepse kisha shumë dëshirë këtë pjesë. Edhe para se Taj të ikte në udhëtimin e parë që bëri në Mars, pra që u takuam, ulemi dhe më thotë, dëgjoj Luciana, thotë, Taj tashmë kishte ndarë mendin që do kthej në Shqipëri, donte të bëj misionar, e donte shumë Shqipërinë. Edhe më thotë, do të them diçka, po shpresoj mos ofendohesh. Unë thotë do kthehem në Shqipëri. Po që ta dish, nuk po kthehem për ty. Po kthehem sepse dua Zotin dhe dua të shërbej në Shqipëri sepse dua njerëzit këtu. Ti më tha mua do të jesh bonus nëse ne përfundojmë bashkë. Që për mua nuk ishte as pak ofendim, por unë isha si përgjigja lutjeve të mia dhe isha si o Zot, do Zoti më propozon tani. Kështu që ky ishte momenti besoj për mua. Ju vini nga dy kultura të ndryshme, cili ka qenë ai dallimi më i madh që ju ka sfiduar si çift? Besoj për Tajin është më shumë se domethënë Taj erdhi këtu në një farë mënyrë në Shqipëri, kështu që kultura për ata ndoshta ka qenë me disa sfida. Patjetër dhe unë kur shkoj në Amerikë kam sfida, po besoj për Tajin mund të jetë. Po në çift For me, like, for sure there's differences in patjetër që culture. kemi ndryshime, But I think a blessing that we've had por një bekim që kemi is that I moved here to serve God, është që Taj erdhi këtu në Shqipëri për të shërbyer Perëndis. fully prepared to adapt to culture I përgatitur që duhet i adaptohem, të përshtatem kulturës ku do të jetojmë. even before we were together. Madje edhe përpara se të ishim bashkë. My heart was always that I'm a guest here, I'm here to serve, so Zemra ime është që unë I'm going to jam change pra një mysafir, do shkoj atje, dua të ndryshoj, të përshtatem. rather than try and change others around me, if that Dhe makes në vend sense. që të vinë në Shqipëri dhe të përpiqem të ndryshoj shqiptarët për But mua. for sure, language is always going to be something for us because her natural mind is sheep and mine is English. So Por that's gjuha always going to be. patjetër është një nga gjërat kryesore sepse në mendjen time gjuha e parë vjen shqipja, për Tajin është anglishtja. Yeah. Pastaj unë besoj ka gjëra mund të ketë gjëra të vogla, por ka dhe gjëra të mëdha që ndonjëherë ndodhin kështu papritme dhe si po nuk e kupton që pse po bëjmë këtë debat, ku ndërkohë e kupton që dale, prisë kjo vjen nga përveç ndryshimit të personaliteteve, vjen nga ndryshimi i një kulture. Kështu Taj ka patur shumë problem kohën. Taj do që të jetë shumë korrekt në kohë, madje kur them korrekt do të jetë disa minuta përpara, ndërsa ne kemi pak tendencën 10 minuta mbrapa, kupton? Edhe për Tajin kjo pjesë në fillimet ka qenë si jo, të lutem, duhet jemi në kohë. Madje edhe në vendet që edhe ai e di që ne nuk do njerëzit do të vinë më vonë, ne do të shkojmë atje dhe kemi arritur në një mes, le të themi. Po besoj që fakti që të dy jemi të krishterë, Bibla është pavarësisht gjuhës, është e njëjta, kështu që këto ndryshimet e vogla apo të mëdha, sikur zbehen, sepse ky është për të dy ne, e vërteta, kështu që kjo na ndihmon shumë. Por ka sfida që vërtet dalin kështu papritmas. Për shembull në fillimet e martesës, ne shqiptarët jemi shumë pak të zhurmshëm ose kur flasim, edhe kur flasim duke kur zihemi. na dëgjojnë të huaj. Pikërisht. Dhe ishte në fillime dhe kishim ftuar shumë njerëz në shtëpi, po luanim një lojë dhe ne shqiptarët, domethënë, Me mishe me shpirt. Taj po dhe me shqipen atëherë nuk ishte fillimi, por nuk e kejden me kur them me mishe me shpirt, me mimik, me të gjitha, dhe shikoja Tajin hynte dilte nga dhoma, vinte pindë, dhe isha si ka diçka, dhe shkoj dhe vetë e takoj ishte në dhomën e gjumit. Them Taj mirje?
Jo, më thotë, ma nuk jam mirë. Nëse ata të bërtasin ndonjëherë ty, unë nuk mundem, do t'i them nuk do të vini më në shtëpi. Dhe isha, domethënë, duke qeshur për një farë mënyrë. Tani e di që edhe ajo është formë dashurie. Po dashurie, po. Tani është detaj kur luajmë, domethënë është loud, kështu që është bërë shqiptar. Po që besoj kjo Bibla është një për të dyja. Okej, duke qenë që jemi tek Bibla, si ju ka ndikuar besimi i krishter për të marrë ato vendimet e mëdha dhe të rëndësishme në jetë? How has the faith affected us when we have to make big decisions? Yeah. You want to start this one? Siç e thash unë, duke ditur kjo është e vërteta, kështu që ne mund të kemi ato mendimet tona personale, por përpiqemi që të vimë përpara Zotit pastaj që të vendosim. Se është shumë e thjeshtë që egoja të dalë, dëshirat time të dalin kryesore, jo unë mendoj kështu, jo unë mendoj kështu, dhe pastaj kthehet në unë dhe jo për të zgjidhur problemin. Kështu që besoj të qeni të dytë krishter, kjo patjetër që na ndihmon shumë për të ulur tonet, për të ulur ato dëshirat egoiste dhe për të ardhur dalprit, se kjo është ajo çka Zoti kërkon prej nesh. Yeah, I think in a general answer, Një përgjigje të përgjithshme, like as believers, right, we all here understand that our faith influences all of our decisions, right? I mean, si besimtar ne kuptojmë not që just in our besimi ndikon relationship. çdo gjë të jetës tonë, jo vetëm në marrëdhënien. But something I would say when it comes to relationship is that it's two people Po kur vjen puna në një marrëdhënie, janë dy njerëz who each individually need to be under the influence of God in their decisions individually. që secili në mënyrë individuale duhet të vinë nën autoritetin e Perëndis. And if individually we are seeking Christ, when we seek him together, it makes the decisions a lot easier to make. Nëse ne individualisht jemi duke ndjekur Krishtin, pastaj bën shumë më të lehtë të marrim vendime së bashku. Because I know I'm going to make a decision that I think is best for her and what she wants. Sepse unë e di thotë ai që do të marr një vendim që e di që është më mira për Lysin edhe çfarë. And her the same for me. Dhe kështu So e njëjta gjë. our hearts need nga to unë be për tajin. right in the right place underneath God's authority, seeking his will in our life Zemra duhet të individually. jenë në vendin e duhur nën autoritetin e Perëndis për të kërkuar të Yeah. vërtetën. And then that makes the collaboration easier. Dhe pastaj bën këtë bashkëpunimin shumë të thjeshtë. Një bashkëpunim i mrekullueshëm ndodh në këtë lloj mënyre. Po un jam kurioze të di si ndryshoi marrëdhënia juaj kur erdhi vajza në jetë, sepse e di që shumë çifte aty fillojnë edhe thon, po jo s'kishim kohën, aty ndryshuan gjërat. Si ka qenë për ju? Si ndryshoi marrëdhënia? Çfarë ndodhi që pas momentit që s'ka erdhi në jetën tuaj? Ti je nën vet, kështu që ndoshta më kupton apo pak më shumë. Ne patëm një sfidë me Skajin, me lindjen e Skajit. Dhe ishte një moment që ishim shumë bashk gjatë kohës që ishte vështirësia, por besoj më pas na ndodhi po fillojmë ta procesonim se je alert, do të zgjidhësh problemin, do të merresh me problemin dhe më pas besoj sikur ishim duke procesuar si ndodhi e gjitha kjo. Dhe unë personalisht e mendoj që u përpoqa dhe unë e ndava mendjen që unë do fokusohem vetëm në Sky. Dhe vërtet ishte rreth 6 muaj, 7 muaj që unë nuk po merresha as me veten, nuk po merresha as me Tajin dhe isha fokusuar në Sky. Patjetër që vëmendja duhet ishte në Sky, por e ndryshoi pak, isha duke kuptuar më vonë pastaj që dale prit, jemi një familje, ne jemi martuar me Tajin, ai është prioritet, është domethënë Perëndia, është Taj, pastaj është fëmia ynë që ne do të punojmë së bashku për ta ngritur e për ta mbajtur atë lart, kështu që mua si nën do më duhej të bëhesha nën, duhet të kaloja më shumë kohë në shtëpi, nga ajo periudha që isha gjatë gjithë kohës në lëvizje jashtë duke bërë shumë gjëra, tani fokusi dhe mënyra si unë po shërbeja mori një drejtim tjetër dhe unë duhet vija përpara Perëndisë dhe thosha faleminderit Zot, kjo është ajo që unë dua. Dhe Taj më ka ndihmuar shumë me këtë pjesë dhe besoj fokusi im është të mbështesja Tajin në punën e tij, më sa mundesha nga shtëpia ose si mund ta ndihmoja kur mund të shkoja për pak kohë. Taj duhet gjente njerëz të tjerë për të ndihmuar, sepse ishim duke punuar së bashku në shumë shërbesa. Besoj që unë kalova në një moment tjetër duke pranuar Zot. Kjo është faza, ky është bekimi që më ke dhënë. Dhe sidomos të shërberit nga shtëpia, ne menduam që një nga gjërat më të bukura do të ishte të kishim njerëz në shtëpi dhe unë të kisha mundësinë të kaloja kohë, të shërbeja, shtëpia ishte hapur dhe në këtë mënyrë edhe unë kaloja kohë me njerëzit, nuk ndihesha e vetme, në njëjtën kohë isha duke shërbyer bashkë me Tajin për njerëzit që ai punon apo që ne punojmë. Kështu që ka sfida, por janë faza. Këtë e kam, është shumë e qartë. Janë thjesht faza 6 muaj, 7 muaj.
Por besoj për mua ndryshoi shumë si nën, sepse do të fitoja një prioritet ekstra, por duhet të ndryshoja mos qenit prioritet kryesore duke lënë me janë çdo gjë, por duke ditur kush janë prioritetet dhe si mund të kujdesem me personat, me tajnë, për prioritetin që Perëndia na ka dhënë për këtë dhuratë. Duhen balancuar pak më ndryshe gjërat. Patjetër. Taj, si ndryshoi për ty? For you when we had Sky. The biggest lesson, you know. No, how did it change in our marriage after we became parents? Oh, yeah. Changed a lot, I guess. Shumë, Yeah, I will say one thing. I think that being a parent, Ti jesh një prind, it just helps you to love your spouse so much more in a different way. të ndihmon ta duash partnerin tënd, bashortin tënd, bashorten në një mënyrë tjetër. And something that's the reason is, Arsyeja është you know, your love that you have for each other, the relationship that you have. dashuria që keni njëri tjetrit, marrëdhënia që i keni. Your child is a living, breathing person as a result of your love. Fëmia juaj është një person fizik pra që merr frymë, që është si rezultati i dashurisë tuaj. I love Sky with all of me. Që ne dua Skyn me gjithçka që kam. And it's like I get to take the love I have with Lucy and like talk to it and actually like experience life with it. Kam me Lucyn dhe ti flas dashurisë këtu duke patur Skyn përpara, është si një prijetim i gjallë. Yeah, so Është një I guess it would just, yeah, that's është gjë shumë e bukur. Okej, Lucy, siç po thoi edhe ti pak më parë, ke qenë një person me plot angazhime dhe jam e sigurt që edhe je kthyer më shumë kësaj jetës me angazhime të ndryshme, takime, shërbesa, të dy me sa kam parë jeni të përfshirë në shumë aktivitete. Si arrini ti balanconi gjërat? Domethënë, si arrini të jeni në një lidhje të mirë si çift, pa përtej domethënë prindërimit, shërbesave, angazhimeve të tjera? How do we balance? the life and the yeah. Për të gjetur kohën për njëri tjetrin. In my opinion, you can go after me. Life gets busier and busier. Jeta është gjithmonë e zënë. And especially if we're working in ministry, I don't think we should sacrifice the work God puts before us. Dhe nëse ne jemi në shërbesë, nuk mendoj që duhet sakrifikojmë shërbesën që Perëndia ka vendosur para nesh. But my personal goal Por qëllimi im personal is to still date my wife intentionally, no matter how long we're është together. ende të shkoj në takime me gruan time në mënyrë të qëllimshme, pavarësisht sa kohë kemi së For bashku. example, in the summer, I sleep at camp, I'm at camp all day, I barely see Lucy. Për shembull, gjatë kohës verës, ta është gjatë gjithë kohën që fle në kampet, punon atje, është atje dhe nuk mezi më shikon mua. So one thing I'll do is if I have a little break, I'll go and buy flowers, take them to her, so she knows I'm thinking about her. Nëse kam pak kohë, do taj shkoj ble lule për të apo çoj diçka që ajo të kuptoj që jam duke menduar për të. Because truly I think, we never want to sacrifice our wife for our work, and we don't want to sacrifice our call just to be at home with our Sepse mendoj family. që nuk duhet të sakrifikojmë gruan tonë, familjen apo familjen tonë për punën, për të njëjtën kohë nuk duhet të sakrifikojmë thirrjen që Perëndia na ka dhënë për familjen. Unë mendoj një gjë tjetër që ne përpiqemi, duke qenë se të dy jemi në këtë fushë, jemi pak kreativë dhe na pëlqen kjo gjë, përpiqemi që çdo vit apo çdo muaj të gjejmë diçka interesante. Për shembull, vitin e kaluar, ne bëm së bashku takime apo dating, siç e quajnë këta, apo të shkonim diku, morëm alfabetin me radhë dhe për çdo shkronjë të alfabetit ne bëm diçka. E di që është në anglisht domethënë, po them Përdoret alfabetin në shqip apo në anglisht? Në anglisht se shqipja kam më shumë shqipja dhe ka ca shkronja që nuk e di çfarë do bënim, kupton? Kështu që për çdo shkronjë ne bëm një diçka të veçantë dhe e lam si qëllim që deri në fund të vitit të kishim realizuar të gjithë kalendarin ton të takimeve dhe ja dolëm. Kështu që duhet të jesh shumë i qëllimshëm. Duhet të jesh shumë i qëllimshëm për të mbajtur gjithmonë gjallë dhe atë zjarrin e parë që kishim në fillimet, edhe ajo zgjat, nuk shuhet. Ja, pra, edhe me fëmijë mund të bësh takime të bukura dhe jo 1-2, por për gjithë alfabetin. Shumë po. Ndonjëherë kishim dhe Skyn me vete, por kishim dhe shumë njerëz që i tham, "Hey, është qëllimi ynë ky, kështu që na ndihmoni." Çfarë vlerash dëshironi ti përcjellni vajzës suaj për martesën, familjen edhe besimin? You want to go or me? Yeah, I can go. Okay. Së pari do thoja që ndoshta
besimi duhet ishte e para. Do të jetë shumë e rëndësishme që nëse Sky është një besimtare, jam e sigurt që do të ketë lutjet e dura, do të ketë jetën e dur dhe Perëndia ka për t'i dhënë drejtim. Në pjesën e martesës, unë e kam besoj që është shumë e rëndësishme për mua të mësoj Sky rolin e saj si grua dhe rolin e bashkëshortit që ajo do të ketë, që ajo ta kuptoj mirë rolin që duhet të ketë kur të martohet dhe gjithashtu për bashkëshortin e saj. Dhe për familjen, besoj janë të gjitha këto duhet të dinë të komunikojnë, ta duan njëri tjetrin, ta respektojnë njëri tjetrin, dhe unë besoj që t'i them gjithmonë Skyt që mos merr vendime në momentet kur mund të jesh e mërzitur, e inatosur që nuk je mirë. Kjo do të jetë shumë e rëndësishme. Por nëse ka besimin, do të ketë themelet, edhe nëse do të ketë një bashkëshort që është i krishterë, kjo do të jetë shumë më e lehtë për ta. Edhe kjo është dëshira e zemrës sime dhe lutja ime që tani kam nisur të lutem për martesën e Skyt. Më pëlqen shumë kjo gjë. Edhe besoj po bën gjën e duhur. I'll go through the three in order. I'll start with marriage. I have decided Sky is not getting married. She's going to live with me forever. Ndosë Sky nuk do martohet, do jetoj me ne gjithmonë. No, but truly, I want to raise Sky with the expectation that her husband should love her at least as much as I do. Me pritshmërinë që bashkëshori do ta dojë atë, të paktën aq sa unë e dua. I know it's a different love, father and husband. E di që është një dashuri ndryshe ati dhe dashuria e burit ndaj gruas. But I want her to expect him to lay his life down for her, to give her everything, to love her always. Por doja që një familje të ketë atë pritshmërinë që ai do ta dojë kaq shumë sa do të jap jetën e tij për të. And God has created marriage to be this beautiful union. Dhe Perëndia ka krijuar martesën të jetë një bashkim kaq i bukur. So I would never want her to settle for something less than the beautiful thing God has designed. Ai nuk dua që thjesht të marrë një vendim për një gjë të vogël duke mos përjetuar atë që Perëndia ka dizenjuar për martesën. For family, I have a big family and we're all really close, so I will just raise my daughter that way. Ka një familje të madhe, kështu që janë shumë të lidhur bashkë, besoj që me këtë dashuri do të just raise her that no matter where she is in the world, that family needs to be close, as well as in-laws. I'll say that as well. Lucy is close with my family. I'm close with hers. That's something. Ti je shumë afër dhe me vjerën me familjen e burit, familjen. Something that I think is important. I think it makes the relationship more beautiful. So, and then with faith, I mean, there's a million things I want to teach her about faith. Besimi ka shumë gjëra, 100 gjëra që dua t'i mësoj apo mira. But if she loves God with all of her heart and trusts him, and if she is willing to give everything to follow him, if that's what she thinks is important, then I think I've been successful as a father. Lucy dhe Taja, ju duhet të vini të flasim në një puntan tjetër për prindërimin. Unë nuk e kam kuptuar fare si koha ka kaluar, madje ne kemi kaluar minutat e intervistës. Ju falenderoj shumë që ishit së bashku me mua në këtë puntat të Buzëqeshit ditës edhe jeni të mirëpritur. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi. Dëgjues të dashur, faleminderit që ishit së bashku me ne. Do të ridëgjohemi në puntatën e radhës të Buzëqeshit ditës. Ju uroj një pasdite sa më të këndshme.